flet Kosova e lirë. Ju flet Kosova e lirë. Sot, më 4 janar 1999, mbi hapësirën tonë do të filloj të shpërndahet zëri ynë autentik informativ. Radio Kosova e Lirë do të jetë zëdhënës i fuqishëm i luftës sonë çlirimtare. Ky zë do të jetë zëri i vërtetës, zëri i luftës së drejtë për liri. Kush je ti që flet nga mali, nga nën tokë Prushku, digjet strali, I jep shpresë zemrës shqiptar.